është banesa, është shumë e dobët në tëna. Kim pas tarëna për para, njërë kohë më të mira, tash edhe ma keqe ka shko puna. Po bëhat edhe kundrej, tash. Shusnia, këto ka do me nshu edhe urinia janë të nshu venin këtu, tonin. Që unë i kom nëse ndjemët, është shumë e dopt o ka shko puna. Pak, nësë dojnë o ekonomi. Qeverin ma para e ma shpejt. Inshallah, është ai si na qënë nalt, shumë poshtë jemi, për zërës ja kem nisë. S'po di tash, këtu dopte në konë shumë edhe këtu zjedhje. Populli pa në kohën, çdo për ditë. Ti vetë sa je i knaqur? Tash unë jam veterinar. I kom këtu 2 herë pensione. Qa me bo? Është dopt puna shumë. Çfarë të keni? Më konë si formohet si duhet. Shumë është të shku e dopt. Pesja ka njësë, 9-ën, për shkurtit. Po jemi mësu, nuk është era para. Unë e shoh si proces normal, absolut. A do të ndikoj në ekonominë e Kosovës? Po sigurisht, çdo banesë ndikon. Në jetë, kurdo që ndonjë hapduan e banon, ka pasoja, ka ndikim, po megjithatë është si proces. Patjetër ka koalicion, nuk ka zgjedhje të re. Nuk besoj se janë edhe prej partive tjera të cilit e dinë që herën tjetër nuk munden me kualifiku, kështu që shfryzojnë edhe në emën patriotizmit. Na jemi mësu tash, në emën patriotizmit mu lavdëru se i bëjmë do veprime, a këndej e grymë shtetin. Po ne ende jemi në fazën e rrumbullaksimit aspektit politik. Kështu që ekonomia nuk vinë investitorët pa siguri. Unë e kuptoj shqetësime e njerëzve, nuk është lehtë me përballu aspektin ekonomik, po çështja politike është mbi rrujtja e veriut. Unë në pjesën po e shfrytëzoj rastin me tregu, që në pjesën veriut jam të shit solverët të implementu. Çak në Leposaviq edhe në fshatrët Leposaviq. A ka mujt dikush me kalu në atë në Mitrovicës ma herët? Edhe kjo është sigurisht merite dhe kësaj qeverie. Ndikon shumë ndikon. Tonat përjesin, tonë institucionet janë thatë. Veç qeveria për vete është të punu për popullat s'ka asgjë heq. A ndikon kjo edhe në ekonominë e qytetarëve? Qësh nuk ndikon. Kur ata punojnë veç për vete. Për popull sens është të bo, heq. Deri që tash nuk po shën, ashta po bodh, veç nuk po shën. Po shpresa është gjithë e fundit që shëmë vdes, po së di. Me që qeveri s'kur ma shpresë. Me bo mas pari për popull, ekonomia, mjekësia,